إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Gjematë ndëruar, nëse ndalmi dhe lexojmë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është me të vërtet një burim i freskët, një burim i pastërt, kur çdo herë besimtarët marrin mësim në çdo periudhë dhe në çdo situatë. Është për të marrë mësim në nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam, prej mrekullive dhe mësimeve që i marrmi ne prej jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, është mrekullit që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një prej mrekullive të fuqishme që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala pejgamberit alayhi salatu wassalam është Israja dhe Miraji. Israja dhe Miraji nuk do thotë që ne të marrmi të festojmë dhe të kënojmë ilahi dhe të hamë dhe të pimë. Kjo është një kujtesë, kjo është një mucize, një mrekulli që i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ne të përfitojmë prej kësaj ndodhie. Çfarë mësime marrmi prej ndodhisë të Israjës dhe Mirajit? Israja është udhëtimi pejgamberit alayhi salatu wassalam prej Mesjidil Haram, prej Qabës të Mesjidul Aqsa. Kurse Mi'raj është prej Mesjidul Aqsas që ka hip në qiell në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pajtimi i krejt ulemave që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka shkuar me trup dhe me shpirt dhe nuk ka qenë duke fjetur në gjumë. Për këtë sikurse të ishte në gjumë, mushrikat e Mekkës nuk do të çuditëshin, sa ato i besojnë ëndrave, thënë ka pa ëndër, ka shku nalt. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam ka shkuar me trupin e tij lart në qiell dhe prej Mekkës në Mesjidul Aqsa. Hadithin Sahih Muslim që ka ardhur nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thotë që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar, thotë se ma sollën mund burakin. Burak është një kafsh e cila kanë udhëtu pejgamber të Allahut. Thotë dhe kam ip mat burakin dhe ka shku pejgamberi alayhi salatu wassalam në Mesjidul Aqsa. Kur kam ri aty, thotë e kam lidhur burakin te hallka ku i kanë lidh gjithë pejgamber të Allahut burak. Ati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal namaz 2 rekat, pastaj i ka dal, pastaj është gjithë lart për në qiell. Kur mrin në qiellin e parë me Xhibrilin alayhi salatu wassalam, troket qiellin e parë Xhibrili. Do të thotë në qiellin e parë zguxon kush pa e trokit derën. Ka roje, ka dyer qielli. Dhe i thonë me laçet kush është? I thonë Xhibrili, me kanë ashtë, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a i ka arë shpalja? Këto pyetje ja bën Xhibrili, thonë po, atër i hapat dera e parë e qiellit, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa idha ana bi Adam, thot unë kur peshon në qiellin e parë Ademin alayhi salatu wassalam, më shprehi Ademi baba i njerëzimit mirë se ardhje, dhe boni dua të hajrit për mua, për kanë? Për pejgamberin alayhi salatu wassalam.
Pastaj tha unë gjitëm në qiellin e ditë, tha ati u takua me njët, u parashtruan pyetjet të secili qiell, parashtruan pyetjet dhe i pët përgjigja, pastaj qelet dera, thot dhe ati u taku me Isa alayhi salatu wassalam dhe dy djemt e tezës, Jahjan dhe Zakarijan. Edhe ato shprehen mirëseardhje dhe bën dua të hajrit për mua. Pastaj ngjitna thot në qiellin e tretë, në qiellin e tretë takohemi me Jusufin alayhi salatu wassalam. Po ashtu edhe ai shprehi mirëseardhje dhe ka bë dua për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në qiellin e katërt takohet me Idrisin alayhi salatu wassalam. Ja thot të njëjtat fjalë si pejgamber të tjerë më herët. Në qiellin e pestë takohet me Isain, me Harunin alayhi salatu wassalam dhe bën dua për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Të gjashtin me Musain, të shtatin takohet me Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe bën dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe e kishte shpinën e mbështetur për Beitul Ma'mur. Shpinën e mbështetur për Beitul Ma'mur. Ajo është Beitul Ma'mur, është sikur qabja një nalë në qiell. Tha ati ishin 70.000 melek boshin tavaf dhe nuk u kthefshin më. E pas saj tha shkuam në Sidrat al-Muntaha. O vëllezër, kjo është që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhtimin e tij, i cili ka ardhur për një çast, për një kohë të shkurtë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam udhton lart dhe merr mësime. E prej kësaj, ne duhet të shohim çfarë dobi, çfarë mësime marrmi prej udhtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A thua është rastësisht që ka ndodhur kjo, apo ka dobi? Allahu subhanahu wa taala këtë udhtim vetëm di vende e ka cek në Kur'an. Njëherë e ka cek në surën Najm, pastaj e ka cek në surën Isra. Dhe kjo mrekulli, kjo udhtim që ka ndodhur, e ka amortuar Allahu këtë surë me këtë lloj të mugjizës. Isra, udhtimi prej Mesjidil Haram në Mesjidil Aqsa, prej në Mesjidil Aqsa lart në qiell. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Thot Allah është patëmeta, lavdëria qoftë Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili e mor për një çast, për një pjesë të natës, robin e vet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbarti prej në Qabe, në Mesjidul Aqsa, prej në Aqsa, lart në qiell, që t'i tregojmë, të dëftojmë atij disa mrekullit tona. Thot, me të vërtet Allahu Sami' që dëgjon, Basir që shikon, Rabbul Alamini. Kjo është ajo mrekulli, kjo është ajo dëshmi që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse besimtarët muslimanat e festojnë Israin dhe Mirajin në muajin Rajab. Por hulumtimet, argumentat të cilët thonë që kjo ka ndodhur Rabiul Awal, jo në muajin Rajab, jo tash. Pse që thot Ibn Kathiri rahimullah, që transmeton nga Ibn Abbasi dhe nga Xhabir radhiyallahu anhuma, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lindur në vitin e Lofantit. Në 12 Rabiul Awal. Thot në atë ditë është lind, në atë muaj është lind, në atë muaj ka shpallja dhe në atë muaj është ngrit lart në qiell. Kështu thot Ibn Abbasi dhe Xhabiri. Por kjo është që ne të marrna mësime, të marrna dobi prej udhtimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mësimi i parë për kësaj ndodhie është dhuratat nuk vinë para sprovave. Njëherë do sprovohesh, njëherë do mundohesh, e pastaj do të vjen dhurata. Nuk ka mundësi të vjen mirësi pa vështërsi. Nuk ka mundësi të marrish pozit pa u sprovuar. Nuk ka mundësi të vjen lehtësimi para vështërsimit. S'ka mundësi, do të vështërsohen, do mundohesh, do lodhesh, do kesh ofendime, por në fund do të vjen dhurata. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
para Israjes dhe para Mirajit është provuar shumë, është munduar shumë, është lodhur shumë. Derisa ulemat e dinit Allahut subhanahu wa taala këtë vit, para vitit, para se të thonë Isra në Miraj, e kanë emërtuar muaj pikëllimit, muaj mërzis. Atë shumë që është provu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Është provu me embargo, bojkot, 3 vite, derisa kanë ngër gjej, thot sahabët radhiyallahu anhum. Derisa bin Abi Waqqas i thot aq vështërsi që kemi pas, që s'kemi gjithë çka me hangër. Allahu ju nderoj, thot dal ta kri nevojën. Duke kri nevojën e vogël, dëgjoj një zhurmë nën urinën time. Pastaj tha, e shpalosi, shoh një copë lëkure, e that. Kam marrë, thot, atë copën e lëkurës e kam lajt, e kam pastru, e kam djek, pastaj e kam shtinuj, e pastaj i kam pi prej saj dhe e kam bajt vetën 3 ditë. Kush prej nesh e ka shiju këtë? Lloj ushqime kena në sofrën tonë. Lloj mirësie, sa prej ushqimit gjuhët. Sa prej ushqimit gjuhët në për restorante, ham gjysën e pjatës, gjysën e shkon në bërllok, macave dhe qenve. A dikush dështë andran. E kështu na e përshkruan Sa'd bin Abi Waqqasi situatën. Nuk dalmi shumë për shkak se koha nuk na premton. 2. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj embargos është provuar me një sprovë të rëndë. Cila është kon sprova e rëndë? Sprova e rëndë për krahja e jashtme është ndalë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mingja i tij e ka mbrojtur Resulullahin për me bë davet jashtë. Në qatë vit vdes mingja i tij. Politika e jashtme s'ka pas kush ta mbrojë pejgamberin Allahut. Ajo dorë, ai krah që e ka mbrojtur Resulullahin jashtë, para mushrikave, para kurreshve, o kon mingja i tij, ai vdes. Momentin kur vdes mingja e tij, qohët tjetri mingj, Ebu Lehebi e shan pejgamberin Allahut në rrugë, e ofendon rrugë, e gjujnë me gur, gruaja e tij gjujnë therra në rrugë, ofendim mbaj ofendim, se për kraja e jashtme nuk ekziston. Derisa njoni prej mendjeletëve të djelmoshave të kurreshve mushrika merr dhe i gjun dhe pejgamberit Allahut në kokë. Dhe shkon shtëpi dhe merr Fatimia që aloje kokën babës vetë Resulullahit, kokës më të ndershme, njëri më i poshtër i gjun dhe. Për këtë mos u mërzitni kur të ofendojnë njerëzit e drejtë. Kujtojnë Resulullahin. Kur të shash, kujtoj Resulullahin. Kur të ofendosh, kujtoj Resulullahin. Kur të nënshmos, kujtoj Resulullahin. Pa më parasysh çfarë do state të vjen. E pejgamberi Allahut të alojt kokën Fatimia duke qajt, e shef babën e vet. Thotoi bija i mos qaj. Sa Allah ka më ndihmu babën tënd. Do thot, dhuna fizike që është shtu pejgamberit Allahut pas vdekjes së mingjës së vet, se s'ka pas kush ta mbrojë jashtë, politika jashtme. Për jashtë njerëzit, më thon, ka dal, prit pak se un jam këtu, prezant. Si mendon ti? E prej kësaj mirën 2 mësime. Një, prej një familjes, njëri mingjë ka mbrojt Resulullahin, qetri e ka shajt e ka luftue. Subhanallahu, çdo herë dalën, një pro, një kundër. Cilin e bën Allah i thebat në hak dhe çndroje. Cilin jo, dhe morë rrugën e gabut, Allahu na ruajt. Allahu na bëf prej të drejtëve. 3, është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ndodh musibeti tjetër, është që thot hajt shkojnë Taif, mos atje te dajallar bën vaki, atje bën vaki, ja çel Allah i zamrën. Një Taif e gjujnë me gur. Edhe në Taif e gjujnë, edhe Taif e refuzon. Sprova e 3, e rëndë. Strehim, ku ka? Në mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala. Kërkon mbrojtje të Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe e 4ta sprov, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sprovohet, i ndërprehet forca e mbrëmshme. Vdes Khatija radhiyallahu anha. Khatija prej mrenda në familje ka suportuar Resulullahin, burrin e vet. Kështu ja Rasulullah, ti kështu ja Rasulullah, ti kështu, ti Allah ka më ndëru, ti kështu, ti e ka suportu gruaja e fortë dhe e mençme, e suporton burrin e vet. E përkrahon në çdo aspekt të hajrit.
Edhe në atë vjet vdes edhe Hatixha. Ai që e suportoi ke jashtë, u ndal, forca s'ka kush ta mbrojë për jashtë. Pi mrena, ndrojet Hatixha radhiyallahu anha. Dhe me të vërtet mërzi e madhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam. E gjithë këto sprova, kur të pengohen, s'ke kush të mbron për jashtë, s'ke kush të mbron për mrena. Vallarant është. A thua Allahu do ta lënë pejgamberin Allahu çështu? Jo. Sabri dhe pajtimin kader me qëndrue ka shpagim të madh. Çfarë shpagimi? Pas gjithë këtave sprova i vjen ftesa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për një vizitë. A thua çfarë vizite? Vizit Monaco, vizit në Paris, në Dubai, në Londër, apo Bora. A thua ku? Vizit e madhe. Vjen ftesa vizita për nalë qelë të shkon Rasulullahi. I vjen urdhë tash, bas gjithë këtive sprovave, bas gjithë këtive telashe, tash ti do të shkojsh me një vend, dhe ta bësh një vizit që as me la që afruar s'ka shku, as koma e gjineve s'ka shkel, as koma e njerëzive, as kush, ti Rasulullah kemi shkunal. Ja pra dhurata. Dhurata kur vinka? Pas provave të mdhoja, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ndëran Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam bas gjithë këtyre telasheve, gjithë sprovave të shumta që të shkoj lart në qiell. Sidratul Muntaha. Atje të bot fars shki namaz që e kina lënë mbas dore. Pi atje nalt, pi të Allahu bot obligim farzi, namazi, që pin tokë, pin qiell lart. 2. Jusufi alayhi salatu wassalam është shit me shumë pak para. është hedh në bunar. Prej i lirë është borrop. është akuzun derin e ti. është arrestu dhe ka i në burg. A ka shpres bas gjithë kësaj? Në bunar po, rob shitës pazar, me pari, i burgosët, i akuzuari, a ka shpres bas kësaj? Në esencën, logjikën e njerit s'ka. E Allahu subhanahu wa ta'ala prej mitrës të sprovave të jep vullnet dhe të jep mirësi, e bon që Jusufi alayhi salatu wasalam të bon zotria e Egjiptit, të bon të ullët në pallatin e Egjiptit, në fronin e Egjiptit, dhe dy prindër vetë t'i merë anash kratë të gjatë dhe kratë të majtë. Kja është mrekullia e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala, se mbar sprovave dalën në realiteti. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala e ka gëzuar Jusufin alayhi salatu wasalam bashkët këtyre akuzave që ja ka dhënë. Për këtë, çdo i mërzitur që është, mos haro se mbas vështësisë vjen lehtësimi. Çdo njeri i cili ne ka lodhur kjo dynjë, mos haro se pas vështërsimit vjen lehtësimi. Çdo njeri që mbledh hallët dhe telashet e kanë rrethekuar nga çdo anë, mos haro se pas vështërsimit vjen lehtësimi. Çdo i smund që me vite rrin dyshek dhe ka njëri të smund në shtëpi, mos haro se pas vështërsimit vjen lehtësimi. Edhe ti të cilët të kanë lodhur borxhet, se një të ngrit kokën prej borxheve, mos haro se pas vështërsimit vjen lehtësimi. Kjo është premtim prej anës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm ne të nënshtrohemi të ecimi pas këshillave të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre që marrim mësim për jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Mësimi i ditë është qëndrueshmëria në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Mushrikat kur e kanë dëgjuar që pejgamberi Allahut ka shku lart, ka shku prej Mekke, naksa, ka hyrë në qiell, shkojnë drejt te Abu Bekri radhiyallahu anhu. Thonë Abu Bekr, a e din çka thot ai shoku jot, dosti jot? Thot hajr,
Nere Abu Bekri konë shumë i zgjuar, shumë i mençet. Ka dashur me dëgju prej tyre, ka thonë mëson në shpifje, në mohabet që e kanë qitë Kurejsht. Njerëz të mençur të zgjuat nuk i marrin fjalë të hallkive më një herë. Ndalet thot po, hajr, aba ai shoku jot po thot që ka shku çështu. A neve me na botin prej Mekën, mes Xhaksona duhet një muj me shku, një muj me ardh. E si mund të brenda natës të shkoje? Ndalet Abu Bekri, ndalet kujtohet thot, a e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Të thonë po, thot e vërtet është. A për shifni çfarë burri i madh Abu Bekri. Nuk është ndiku për fjalëve të mushrikave të Mekës. Ka marrë mi njëherë, ka dalë prit pak, dhe ka analizu, dhe mi njëherë e ka kuptu që i ka thonë, unë i besoj që ka vjen prej qiellit, e nuk për i besoj që ka udhëtue, ecni të nejna, bani. Kështu Abu Bekri radiallahu anhu, e qëndrueshmëria e Abu Bekrit në parime, në besën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është konë që ka përmend Kur'an, është konë që ka marrë në hijrat pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe mësimi tjetër është që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka një aromën e një parfimi erë të këndshme. I thot ja Xhibril, çka është kjo era e mirë? Thot kjo është Mashita, kjo është ajo gruaja që e ka kryer flokët vajzës të Firaunit, që e ka djeg me gjithë fëmijët e saj. Pse ajo nuk i ka thonë Firaun që ti je Zot? Qëndrueshmëria asaj gruas në din, në parim, Allahu e ka ndëruar që era e qiellit nalt që të vjen era parfim. Edhe pse në sytë e njerëzve është djeg, te Allahu ka peshë të madhe. Lusmi Allah subhanahu wa taala, ka shumë mësime por koha nuk na premton dhe zgatëm. Allahu na bën prej tyre që marrim mësim prej jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na bën prej atyre që ecmi pas historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lus Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhennetul firdaus. Wa aqimus salam.